Personat që hanë qershi duhet urgjent ta dëgjojnë këtë lajm. Do ngeleni pa fjalë. Qershitë janë ndër frutat që shumica i duan, pavarësisht nëse hahen ose jo, me gjithë bërtham. Ato përdoren për të dekoruar një koktejl të preferuar, madje mund të ofrojnë edhe ëmbëlsira të shijshme. Sidoqoftë, sipas diabetikëve të regjistruar, ky frut mund të jetë shumë i dobishëm edhe për shëndetin tuaj. Qershit nuk marrin vëmendjen e merituar, edhe pse janë fruta plot me lëndë ushqyese, citon Trista Best. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Dietologë e regjistruar në Balance One Supplements. Një nga aspektet pozitive të konsumit të qershive është aftësia e tyre për të lehtësuar dhimbjet dhe entjet e kyçeve, pasi ato përmbajnë shumë lëndë ushqyese anti-inflamatore. Qershit njihen si antioksidantë të cilët ndihmojnë gjithashtu edhe në uljen e niveleve të inflamacioneve dhe sigurojnë një mbrojtje më të mirë të shëndetit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Për të testuar efektivitetin e qershive në dhimbjet e artrozës, një studim u krye në vitin 2013 dhe u botuar në revistën Osteoarthritis Cartilage. Studimet përfshin 58 të rritur jo diabetik dhe me artrozë që konsumuan lëng qershie ose pinin çdo ditë për 6 javë lëngun e saj. Në fund të periudhës 6 javore, të anketuarit morën një pushim një javor dhe më pas ndryshuan planet e tyre. Studimet zbuluan se, megjithse efekti ishte vetëm pak më i theksuar se ai i grupit tjetër, lëngu i qershive siguronte lehtësime të simptomave të personave me artrozë të studiuar. Studiuesit gjithashtu zbuluan se konsumi i lëngut të qershive shoqërohet me nivele më të ulta të proteinave shumë të ndjeshme C-reaktive, një proteine që mund të tregojë inflamacione në trup. Përveç zvogëlimit të simptomave të përgjithshme të inflamacionit dhe artrozës, kjo mund të çojë në lëvizje më të madhe të njerëzit me artrit në planin afatgjat. Një studim i vitit 2008, i botuar gjithashtu në Arthritis Research and Therapy, zbuloi se nivelet më të larta të HCPR shoqëroheshin me zhvillime më të ulta gjithashtu edhe të komplikacioneve në kërcin tibial në gradis midis të moshave nga 40 deri në 67 vjeçare, gjë që mund të çonte gjithashtu edhe në humbje në lëvizshmërisë me kalimin e kohës. Sidoqoftë, qershit janë një përzgjedhje shumë e mirë për të mbajtur larg këto inflamacione, që do të përkthehen gjithashtu si një mbrojtje më e mirë e shëndetit dhe rritjen e mbrojtjes së vlerave tuaja të organizmit. Ekspertët shtojnë një zëri se shtimi i qershive në mënyrë të kontrolluar në dietën tuaj mund të jetë një nga vlerat më të çmuara për t'i dhënë organizmit edhe një mbrojtje më të mirë kundër komplikacioneve të tij. Qershit përmbajnë vlera të larta ushqyese, ato janë të pasur me vitaminën A, vitaminën C, gjithashtu edhe me kalium. Vlera shëndetësore që do të merrni nga konsumi i këtij fruti janë të vërtet të larta. Ndaj, shtimi i qershive në menun tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu si një mbrojtje shumë e mirë, pasi ofron vitaminën A, vitaminën C, shumë të rëndësishme këto edhe për konsumin tuaj ditor, pasi përmirësojnë imunitetin, kanë veti superiore në lehtësimin e problemeve të nyjeve dhe gjithashtu përmirësojnë organizmin tuaj në mënyrë të rregullt. Konsumi i ushqimeve të pasur me kalium, siç janë për shembull edhe qershit, do të ndihmojë në dukshëm në zvogëlimin e riskut të formimit të gurve në veshka, duke dhënë kështu rezultate fantastike mbrojtëse në vlerat e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Qershit janë një nga burimet më të mira të antioksidantëve, të cilët ulin në riskun e problemeve dhe sëmundjeve kardiovaskulare. Konsumi i këtij fruti, pra siç janë qershit, në menun tuaj ditore, do të ofrojnë gjithashtu një mbrojtje më të mirë kundër problemeve të artritit dhe komplikacioneve të ngjashme që i kanosen vazhdimisht shëndetit tuaj. Kohët e fundit është zbuluar se qershit luftojnë pagjumsinë dhe dhimbjet e ndryshme muskulare. Kjo fal edhe mënyrës anti-inflamatore gjithashtu edhe vitaminës C që ato përmbajnë dhe antioksidantëve të vlefshëm. Këto janë arsyet kryesore sipas Healthline pse duhet të shtoni qershit në dietën tuaj.
ndihmojnë në nxitjen më të mirë të vlerave tuaja të gjumit. Sipas studimeve, vlerat anti-inflamatore të qershive ju ndihmojnë të flini akoma dhe më mirë. Një dietë e pasur me qershi do ju ofrojë edhe një shije më freskuese, do të zëvendësojë gjithashtu ushqimet e pashëndetshme dhe do të ofrojë një nxitje më të mirë të gjumit tuaj. Qershit janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese kundër dhimbjeve fizike. Qershit janë natyralisht të pasur me kalcium që përcojnë impulse elektrike në të gjithë trupin tuaj. Ky mineral ndihmon në ruajtjen e niveleve të tensionit të gjakut, në hidratim dhe rimëkëmbjen e muskujve, impulseve nervore, në tretje, gjithashtu në rrahjet e pakontrolluara të zemrës dhe ekuilibrimin e pH-it. Në një gotë me qershi do të gjeni 330 mg kalium për të paktën 10% të dozës rekomanduar ditore të kaliumit. Qershit janë një përzgjedhje shumë e mirë kundër inflamacioneve. Studimet kanë treguar se antioksidantët që gjenden kryesisht te qershit mund të ndihmojnë ndjeshëm gjithashtu në zvogëlimin e dhimbjeve dhe inflamacioneve të shkaktuara kryesisht nga problemet e artritit. Ekspertët shtojnë se qershit janë të mira për shëndetin dhe do të ofrojnë gjithashtu vlera të larta shëndetësore, ndaj konsumi i tyre mund të mbajë larg edhe inflamacionet që ju kanosen. Studimet kanë treguar se antioksidantët që gjenden te qershit paksojnë dhimbjet dhe zvogëlojnë inflamacionet të shkaktuara këto kryesisht nga osteoartriti. Shtimi i qershive në menun tuaj ditore do t'jap gjithashtu rezultate fantastike në forcimin e imunitetit. Si të gjitha frutat, qershit janë të pasura gjithashtu edhe me doza më të mëdha të antioksidantëve dhe përmbajnë një mbrojtje më të mirë në luftën kundër virozave. Flavonoidet, antioksidantët dhe të gjitha produktet që gjenden te qershit do të përmirësojnë dukshëm nivelin e shëndetit tuaj, do të eliminojnë toksinat në organizëm dhe do të ofrojnë gjithashtu një rritje të vlerave të organizmit. Ekspertët shtojnë se qershit janë një frut i shëndetshëm dhe duhet të jenë pjesë prezente e dietave tuaja. Qershit do të ofrojnë një lëkurë më të bukur dhe më të shëndetshme. Qershit na bëjnë që të kemi një lëkurë më të shëndetshme duke e mbrojtur atë. Me 6 qershi të pjekura, me një fet kastraveci dhe një lukos natyral mund të realizoni një maskë natyrale për t'i dhënë lëkurës suaj një shkëlqim të munguar dhe për t'i ofruar asaj të gjitha elementet ushqyes për ta mbajtur më të shëndetshme dhe më të fortë. Ekspertët shtojnë se qershit janë të mira për organizmin dhe një i rritur mund t'i konsumojë ato në format që i pëlqen më shumë. Qershit t'i japin gjithashtu edhe më shumë energji. Sipas një studimi të fundit, qershit janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për mbajtjen e energjive tuaja trupore. Avantazhet më të mira merren duke konsumuar gjithashtu edhe lëngun e tyre nga disa kokra qershi çdo mëngjes. Qershit janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në betejën kundër problemit të radikaleve të lira, duke luftuar kështu edhe problemet e plakjes. Këto fruta të vogla, por rezistence, përmbajnë gjithashtu vitaminën A, vitaminën C dhe vitaminat B, të cilat janë shumë të forta për organizmin dhe mund t'i japin gjithashtu rezultate konkrete mbrojtëse për shëndetin tuaj në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Shtimi i qershive në menun tuaj ditore do t'jap një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe do të parandalojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Për sa kohë qershit i konsumoni në formën e tyre natyrale, vlerat që i ofrojnë në shëndetin e bëjnë atë një përzgjedhje fantastike në rigjenerimin e tij dhe parandalimin e komplikacioneve. Ky frut i vogël i kuq do të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të linjave tuaja trupore. Qershit ofrojnë një ndjesi ngopse, gjë që janë gjithashtu të pakta edhe me kalori. Ndaj përdorimi tyre në mënyrë të rregullt në dietën tuaj ditore do t'i jap rezultate konkrete pozitive në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Mos nguroni t'i keni pjesë të dietave tuaja dhe rezultatet që do të merrni janë fantastike. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.